Përfaqësuesja e Maqedonisë së Veriut në ndrejtimin e seleksionuesit Goce Sedlovski mbrëm në qendrën stërvitore të FFM-s me formacion të kompletuar ka zhvilluar seancën e parë stërvitore për 2 ndeshjet miqësore kundër Bosnjë-Hercegovinës dhe Turqisë. Reprezentacionit sot pritet t'i bashkangjitet edhe futbollisti i Sarajevës Agon Elezi. Një nga debutuesit Sefer Emini i ekipit Sonderjysk të Danimarkës nuk e fsheu kënaqësinë për rikthimin në reprezentacionin A. Jam i lumtur që kthehena prapë në reprezentacionin dhe mendoj që kanë qenë 2 ndeshje të vështira, po ne duhet ta kapim shumë seriozisht dhe të shfrytëzojmë në mënyrë më të mirë të mundshme këto dy teste, që luajmë kundër 2 kundërshtarëve që kanë mjaft cilësi dhe që do jenë botëror. Futbollisti Emini për ndeshjen e parë miqësore në Sarajev pret që tribunat e stadiumit të jenë të stërmbushura me tifozë, të cilët do të krijojnë atmosferë impozante. Sigurisht atje do jetë një atmosferë shumë e mirë, se edhe ata më duket se për të parën herë janë botërore dhe mendoj që ka më qenë atmosferë shumë e mirë dhe mendoj që stadiumi ka më qenë plot me njerëz. Reprezentacioni i Maqedonisë në Sarajev udhëton të njëjtën, ndërsa ndeshja miqësore Bosnja-Hercegovina Maqedonia e Veriut zhvillohet të premten me fillim në ora 20:30.